Gjesti dhe Dania krijojnë një moment argëtues duke luajtur me makarona dhe duke qeshur pa pushim. Në një atmosferë të relaksuar brenda shtëpisë, Gjesti dhe Dania vendosen të kalojnë pak kohë duke bërë shaka me njëri tjetrin dhe kësaj here lodrat e tyre ishin pjatat me makarona që kishin përpara. Duke hedhur makarona ndaj njëri tjetrit, duke bërë figura të çuditshme me to dhe duke u tallur mes tyre, dyshja dukej se po shijonte momentin në maksimum. Dania, me buzëqeshjen e saj të zakonshme, e mori një fije makarone dhe e vendosi mbi buzët e saj duke u shtirur sikur kishte mustaqe, duke bërë që të gjithë banorët të shpërthenin në të qeshura. Gjesti nuk mbeti pas dhe menjëherë e imitoi atë, duke e bërë situatën akoma më komike. Dania, apo të pëlqen stili im i ri? Tha Gjesti me humor, ndërsa Dania qeshi dhe ia ktheu. Po, dukesh si një shef kuzhine që s'di të gatuaj. Duke vijuar me lojën e tyre, Gjesti u përpoq t'i hidhte disa makarona mbi flokët e Danjës, por ajo lëvizi shpejt duke i shpëtuar sulmit. Situata u bë edhe më gazmore kur Dania mori një pirun dhe i afroi një tufë makarona drejt fytyrës së Gjestit, duke i thënë me shaka: a do të hash apo do të vazhdosh të bësh budallallçe? Të qeshurat e tyre të sinqerta dhe energjia pozitive e këtij momenti e bën gjithë skenën shumë të këndshme për banorët e tjerë, të cilët po shikonin dhe po i mbështesnin me duar trokitje e të qeshura. Disa madje filluan të bëjnë shaka se mos ky moment ishte shenjë e një afrimi më të madh mes tyre. Gjesti dhe Dania, edhe pse ndonjëherë kanë pasur përplasje brenda shtëpisë, treguan se dinë të kalojnë momente argëtuese dhe të sjellin një atmosferë më të lehtë mes banorëve. A do të vazhdoj kjo misi e tyre apo ishte thjesht një moment kalimtar humori? Mbetet për t'u parë.